Gjevdet Islami nga fshati Dojak i komunës së Gjakovës ka të mbjellura rreth gjardit Ari Pjepër dhe Shalqin. Ai me përkushtim dhe dashuri për kujdeset për arat e tij dhe thotë se kjo punë që e bën është jashtëzakonisht e mirë dhe i sjell përfitime. Unë kam art mjellën, kam gjardhet Ari, Boston edhe Pjepna. I kam afër shtëpie. Merna me vite. Përpara kom qenë me vllazën bashkë, kem mjell speca, kem mjell lakna, kem mjell pasul, gjitha, Boston kom pira, tash jemi pjestu, me vllazën merna, mas shumë ti merna me Boston. Fitimi është i mirë, puna është e mirë. Sipas Islamit, puna tokës është me vlerë dhe thotë se tregun për Shalqi dhe Pjepër e ka të sigurt dhe i shet ato. 2 orë me punu në mëngjes, 2 orë me punu në darkë, mjafton s'ki nevojë ma shumë me punu, fitimi është i mirë. Ma mirë nuk ka, përshitje nuk e kam problem me pas, edhe 5 hektarë, 6 hektarë me pas nuk e kam problem përshitje, kam meq, kam shok, kam jarana. A fton edhe të rinj që të mos braktisin vendin dhe të punojnë tokën sepse fitimi këtu është më i mirë se në perëndim. Treti kisha lut marrë këtu se o ma mirë këtu sukur atje, unë 11 vite e gjysim punë për Evropë, nuk ka shtet krejt e dim të tomë, po fitimi më i mirë e jeta më e mirë sukur këtu kërkun në Evropë nuk ka, as dej në Anglijum, ku nuk ka vend më të bukur kërkun he sukur këtu. Gjevdet Islami ka edhe sistemin e ujitjes pikpik që sipas tij ja lehtëson punën në ara në temperaturat e larta.